Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi të kanë Allahut azza wa jalla, atë falenderojmë prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Selavatet ja dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që kanë ndjekur dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Herën e kaluar I përmendëm një prej mendimeve, e nisëm me atë mendim, por normal nuk e zgjeruam se ku e kanë vendin fëmijët e pabesimtarëve kur vdesin në moshën madhore. Kur vdesin të vegjël, kur sorja që I ka hy shpirtin trupin e tyre, ku e kanë vendin botën tjetër. Kjo është e nisa herën e fundit. Mirë, po normal, nuk I pruna këtë ato argumente çka ka I mendimi I parë, se mendimi I parë është mendim I madh. Argumentet shumë të ponë, pak preka për argumenteve, e tash I bina edhe pak argumentet e tjera, pastaj përmendon mendimin në tjetër. Interesën se kush prej të hershmeve, prej imamve, prej dietarëve, prej atyre që I kena referencë në literaturë, kush prej tyre ka shku nga që ky mendim? Nëse shikon literaturën keni me pa se prej atyre që kanë ndjek në mendim se fëmijët e jo muslimanëve kur të vdesin janë xhennet, prej tyre është Imam Buhariu, Ibn Hazmi, është e ka zgjedhë si mendim Ibn al-Jauzi, Neveviu, Kurtubiu, Es-Subki, Khawi, edhe grup prej mufesirinëve, prej tefsirologëve. Por krejt këta e kanë zgjedhur këtë mendim. Pra nuk qenë ka mendim I lehtë, I ult, për ta ulur këtë mendim. Mendimi I parë, që jem të folë për këtë mendimin e parë, të cilët thanë se e pabesimtarëve kur të vdesin janë xhennet. Herën e kaluar e përmendum hadithin Buhari, që pejgamberi alayhis salam tha se kur poshtë në xhennet një njeri dhe rreth I u sillshin fëmijët dhe ai ishte Ibrahim alayhis salam dhe fëmijët ishin fëmijët e muslimanëve, e pyetën, a janë edhe fëmijët e pabesimtarëve mushrikinëve? A do të jenë? Tha po, edhe fëmijët e mushrikinëve. Ky argumenti. Argumenti tjetër që e përmendum, kur I thanë pejgamberit alajhissalam, vetë sa më donë argumentet e tjera. Kur I thanë pejgamberit alajhissalam, o I dërguar I Zotit, e kush ka me hyrë në xhennet? Pejgamberi alayhi as-salatu wasallam tha, pejgamberët në xhennet, shahidat në xhennet, të vdekurit fëmijë në xhennet, edhe të vdekurit që I mbysin fëmijët që I kanë mbyt prindërit e tyre, sikur që ka qenë në gjahiliet që I kanë mbyt vajzat. Po kjo vlen edhe në kohën tonë tani. Nëse ndikush në non e ka mbyt fëmijën e vet, a gjystranu me I thon, ose prej të këshillave të shumta s'don ka lind fëmia edhe s'don me pas me jetu me atë fëmijë, e mbyt, ban një sherr për fëmijën edhe mbyt. Edhe ky fëmijë, ose për shembull është I ka hi shpirti, është mujnë 8 non, edhe që ban diçka qëllimisht ta mbyt fëmijën e vet, ky fëmijë qoftë mbyti para se me lind, pak para se me lind, qoftë mbyti masi të lind, edhe nëse mbyti edhe ma ban krejt para se me hynë në moshën madhore, sipas këtij haditit, është se këta janë në xhennet. Këto ishin disa argumente që I përmenda herën e kaluar, por tash do t'i bie edhe disa argumente të tjera që si kanë përmend. Pse gjithë këta imam të mëdhaj, edhe me këtë konkluz se fëmijët e pabesimtarëve, kur po vdeskan, qoftë krishter, jehud, zjapotist, idhujtar, kejti pa fej, pas një fej se zgjedh heq, cilën do që tjetë vdek fëmijë, qenë kanë xhennet. Fëmija qenë kanë xhennet. Këtu kem pak argumente. Argumentet e tjera unë mbështetën edhe me të jashtëmën nga ajetet Kur'anit. Allahu azza wa jalla në Kur'an tha: "Wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula." Na nuk dënojna dikën, tha Allahu, derisa ti dërgojna pejgamber. Pra derisa na ti dërgojna pejgamber, se dënojmë dikën. E fëmia a është përgjegjës para tonë se ka orë pejgamber ose s'ka orë pejgamber? Nëse është fëmijë I vogël, a është përgjegjës? A ka përgjegjësi për këtë? Me thonë për shembull se pse ti se pastrua pejgamberi kur ai ka qenë I ri në moshën madhore?
S'ka përgjithësi. Ata sipas ajetit kuptohet se Allahu si dënon ata, si qenë zjarr, por nëse si qenë zjarr, qenë xhennet. Ajeti tjetër kur Allahu Azza wa Jalla than në Kur'an: "Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala." Tash ky ajet që është interesant është. Allahu Azza wa Jalla na i kanë nxjerr njerëzimin krejt, besimtar dhe pa besimtar. Në një kohë kur Allahu e ka kriju Ademin, qysh atëherë, i kanë nxjerr prej shpinës të Ademit. Edhe në hadithe është ardhur se kemi qenë si milingunat vëgël, ku na kanë nxjerr Allahu shpirtat tonë atje. Na kanë nxjerr. Edhe na ka thonë: "Alastu bi rabbikum?" A jam Zoti juaj? Na kreti kemi thonë besën Zotit. Po ti je Zoti junë, të besojnë aty si Zot. Unë e ti e kreti na konë qëtu. Kur ja kemi thonë këtë besë Zotit. Por që tanë që kjo besa na që ja këna thonë Allahut, vetë ju, nëse s'kona i shejtan rrethit e gjenë, ose shejtan njëri që ta devijë rrugën, ty që kjo besa që ja pa të dhonë një herë Allahut, drejton ka të ndjell, të nëzit për me shku nga rruga e vërtet. Dhe na i kemi thonë Zotit, Allahu pa e përmen Kur'an. Bela, po ti, je Zoti junë. Pra pas mi dëshmu. Por që thonë që këna dëshmu, a kemi qenë vish na musliman? A dhe ata që pasaj jenë bo krishter dhe jehud, dhe zjarë putist dhe putist, kërejt kënë qenë. Çdo shtëpi që ka me orë deri në kiamet, ka qenë atu. Pra nga që kja shau kuptoj ka, këta djetarë thanë, kuptohet se edhe të krishterët, edhe jehudët fëmijët e tyre të mëdha e ketë, ja kanë dhënë besën. E po tash kur të vdesin të vogël, ata hala janë me besë. Hala janë me besën që kanë dhënë Zotit. Për që ta thanë, na po themi se ata shkojnë në xhenet. Po tjetër, hadithi që nxjerrin dy Buhariu dhe Muslimi, më të sakta, kur tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Ma min mawludin illa yuladu ala al-fitra." Çdo fëmijë lind i pastërt. I pastërt në natyrshmërinë e tij. Fjala i pastërt është diskutuese çysh me trajtu, më rëndësi, thot çdo fëmijë lind i pastërt. Pra i pastërt fillimisht kuptohet i pastërt për jo besimeve. Për i kufrit, për i shirkut, për i dhujtaris, për i mosbesimit. Ajo i pastër për këtyne fëmija. E tani çka ndodh, tha pejgamberi, fa abawahu yuhawidani, au yunassirani, au yumajjisani. Në një rivajet tjetër, au yusharrikani. Mi po tha, ata i fëmijë, çdo fëmijë, tha pejgamberi, lind i pastërt. E pastaj prindrit, ose e bojnë jahudi, ose të krishter, ose zjarë putist, me një rivajet tjetër, ose i dhujtar, mushrik. Pra foje, ju drejtoj ka fillimisht këtu, prindërve, se ai po lind ka i pastërt. E me që ai po lind ka i pastërt, edhe pse është fëmijë, këtu nuk përveçon vetëm fëmijët e muslimanëve. Këtu po thotë fëmijët e muslimanëve dhe këto fëmijë, çdo fëmijë në botë, lind i pastërt. E nga që kjo, mbështetën, kë grupi dietarëve thanë se me që po lind ka i pastërt, nën kupton se po lind ka në islam. E nëse vdes është në xhennet. Fëmija i pabesimtarëve. Edhe një hadith i ngjashëm me këto që ka sjell Muslimi, hadith kutsi kur tha Allahu: "Inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum." Thot unë krijova bete Ademit të pastërt krejt. E po tani فإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم mirë po i erdhën shejtanët dhe i devijun nga feja e tyre. I erdhën shejtanët i erdhën shejtanët nga njerëzit edhe shejtanët nga xhenit. Këta nga e gjini vetë si ban teloshe, këne nga njerëzit të i fol natë det, edhe i devijuan. Apo e vrejni se kerej qitu hadite, ajetet që u përmenden, qenë kanë kogjo fjale fort, kogjo argumentet të dukshme, të atyre se thanë se fëmijët edhe të ju muslimanëve nëse vdesin shkojnë në
në gjennet. Bile Ibn al-Qayyim kur ka trajtu këto hadithe që i përmend, kur ka trajtu Ibn al-Qayyim, ka thonë dhe këtë gjështirë është. Argumentet janë shumë të forta këtu që ka i përmenda. Këtë gjështirë është me dalë për këti mendimi, ai kështu ka thonë. Kjo është mendimi i parë. Tash po dalë me mendimin e dytë. Unë thash, për fëmijët e muslimanëve s'ka mendimi i parë, i dytë, i tretë. Fëmijët e muslimanëve si të vdesin janë xhenet. Edhe kena fol për ta. Po tash po flasemi për fëmijët e jo muslimanëve. Këtu kanë argumentet e këtij grupi të dietarëve të mëdhaj që thanë se me vdek fëmia edhe jo i muslimonit, more krishterë, jehudie, zjarputiste, budiste, kerejt ato, janë fëmijët e tyre, janë në xhennet. Ky mendimi i parë. Mendimi i dytë, interesant edhe mendimi i dytë. Mendimi i dytë është se ata janë shërbëtorët, fëmijët e jo muslimanëve. Janë shërbëtorët e muslimanëve të tjerë që kanë hyrë në xhennet. Nëse Zoti ta ka mundsuar me hyrë në xhennet, janë do çuna që të sillen edhe që të shërbejnë. Që kena fol pak për ta do herë, kanë folur më shumë. Ata çunat sipas këtij mendimi, ata janë çunat të cilët fëmijët e jo muslimanëve që kanë vdekur. Fëmijët e jo muslimanëve janë ata që i shërbejnë në xhenet janë, po që janë fëmijët veçel që i shërbejnë muslimanëve. Kush ka thonë këtë fjalë? E di që këtë fjalë pak ju lodhën juve, po tema është ashtu dhe i sot dalë. A thonë kush ka thonë këtë fjalë? Imam al-Khattabiu ka thonë se disa mufesirin e kanë thonë këtë fjalë. Edhe pse, për çet fjalë, Sheikhul Islam Ibn Taymija kur ja kanë nxjerr fjalën e tij në Majmu'un al-Fatawa, ka thonë se la asleh le. S'ka bazë që fjalë. Ka thonë s'ka bazë. Por bash direkt s'ka bazë, nas po pranojmë. Pse? Sepse Ibn al-Qayyim në librin Ahkam Ahli Dhimme e ka prun një fjalë të Salman al-Farisiut. Kush është Salman al-Farisiu? Shoku i pejgamberit. Prej atij perzëve ka pasur. Salman al-Farisiu kë thot se atfalul mushrikina khadamu ahli al-janna, se fëmijët e jo besimtarve, idhujtarve, kur të vdesin, janë shërbëtorët e xhenetlive. Pra ka thonë sahabi, edhe sahabi i madh. A e me qartë ishte? Pra sahabi, nuk po pajtohemi e thash me shikëlezomen që direkt e thash ashtu që s'ka asl, por ka një fjallë. Çfarë fjallë? Sahabiut Salman al-Farisiut, që ai pas ka thonë se fëmijët e jo muslimanëve kur të vdesin, janë në xhennet shërbëtor të muslimanëve të tjerë të xhenetlive, i bojnë i shërbejnë. Fëmijët e muslimanëve ta bin ujin, ta bin verën e xhenetit, ta bin qumshtin e xhenetit, ujrat e xhenetit, ushqime, çka të lëpsh ti bin ata për më të kënaqur ty. Ty si xhenetli. Pra Salman al-Farisiu pas ka thonë kështu. Pa akon ai fjalë edhe më të madhe se Salman al-Farisiu është edhe një hadith që e kanë nxjerrë Ibn Abi Dunya, al-Bazzari, al-Tabaraniu. Dhe thonë drejtëm pse po e bi këtë hadith, po e bi për shkak se dikush ka thonë për këtë hadith është i vërtet. Kush është ai? I vërtet, hadith i vërtet, autentik. Për tyne që ka thonë është i vërtet, e ka thonë Sheikh Albani. Pa ka dhe tjerë që kanë thonë se hadith është i vërtet, edhe Suyutiu ka thonë është i vërtet. Për këtë hadith. E çka po thot ky hadith? Hadithi po thot auladul mushrikina khadamu ahli al-janna, se fëmijët e jo muslimanëve, idhujtarëve, nëse vdesin, fëmijë janë shërbëtor të xhenetlive, që kanë shërbëtor. Këto përveç që tha Salman al-Farisiu, që ka dhe hadithi pejgamberit. Por thash këtë hadith, po nëse e këshyr me bash, ka dikush për dietar për Ibn Hajeri, ka thonë për që këtë hadith ka defekte. Nashta për që kje e banë që mos më ngull në kam veç që tonë. Si kur tishtë që këtë hadith, adin që s'ka fjallën tonë heq, atëherë që është ma shumë kishtë ndërshu. Disa djetarë të tjerë, mendimi i tretë këtë çështje, disa djetarë thanë që ta as nuk pithujnë atë që janë banor xhenetit drejt, por as banor të xhehenamit. E çka po i them?
Po i thojnë se janë në ditën kur do dalmi para Zotit. Është një grup njerëzish, quhen Ashabul A'raf. Janë një grup me një kodrin në mes xhennetit edhe xhehenamit. Edhe ata këshyrin, nuk i kem bon plot vepra të plotësuese për me hinë xhennet, para qatë shumë të këshia për me hinë xhehenem. E kush janë këtu, nashta na duhet një nej këtu veç me të regu se kush janë. Së është ti me gotë. Por, unë për bivesh një. E në disa djetarë thanë, tash ky mendimi i tretë, thanë se qita fëmit e jo muslimanve, kur të vdesin, janë qitu. Me qitë grup njerëzish. Se ata janë kon fëmi. S'kan bot këshia që me thonë në xhehenem. Por, as të mira, s'muna me thonë që me thonë jo në xhennet, janë qitu në grup. Por që është interesant që disa për djetarëve jenë përpiq që qitu 3 fjallët e para. Qitu 3 fjallë që u përmendën deri tash. Fjalla parë që u përmend se direkt fëmijët e jo musliman me janë xhennet, edhe kënë grupi djetarëve. Fjalla e dytë, fëmijët e jo musliman me janë shërbëtor të xhenetlive. Edhe fjalla e tretë janë Ashabul A'raf, janë ata njerëz që kanë me konat kodrinjen mes xhenetit dhe xhehenamit. Por dikush tha, qitu 3 fjalët e kanë një kuptim. Cilat janë ato? Janë xhennet. Po tash ahen fëmi, ahen i madh, apo ati madh dhe metet i vogël, me rëndësisht fëmijët e jo muslimanëve që kanë xhennet. Edhe që kënë kodrin, asani. Por nëse këshyret që kjo tema, janë disa një në ditë gjykimit që mbesin asani, që kjo, a dini cilë është përfundimi tyre? Përfundimi tyre Zoti i falë dhe i qenë xhennet. Pra po i bikan nga që kjo disa djetarë, thanë që të 3 mendimet, e pas kanë një rumbullaksem, e ajo është se fëmijët e jo muslimanëve që kanë xhennet. Por disa i kanë shkallëzu. Kjo është mendimi thashitet. Ndërsa mendimi që do të flasmi juset, herën e kaluar, e ardhshme inshallah, është se fëmijët e jo muslimanëve janë në xhehenem me baballarët e tyre. Për këtë temë, ku i kanë argumentet, se kanë të forta, mbetet për mi të regu herën e ardhshme. Lusmi Allah të na falë të mëshirën, lusmi Allahun azza wa jalla në xhennet me pejgamberet, atjetën ata kanë, alhamdulillahi rabbil alamin.